Të nderuar bashkëqytetarët e mi Beratas, të dashur shqiptar brenda dhe jashtë vendit. Jam Fatmira Kola, kandidate për deputet e Partisë Demokratike në qarkun Berat. Në profesion jam pedagoge dhe eksperte çështjeve financiare dhe bankare. Në vijim të deklaratave të kryeministrit Edi Rama, i cili ka pretenduar se ulja e nivelit të kredive me probleme është meritë e qeverisë, ndjejmë detyrimin të sqarojmë opinionin publik mbi realitetin e kësaj çështje. Nga njëra anë kemi deklarata optimiste të kryeministrit për uljen e kredive me probleme dhe rilindjen e ekonomisë. Nga ana tjetër kemi një realitet që flet ndryshe. Biznese në vështirësi, konsum në rënje, euro në rënje të lirë dhe një val emigrimi që nuk ndalet. A jemi duke përjetuar një sukses ekonomik apo thjesht një manipulim i kujdesshëm i treguesve? Kredit me probleme janë ulur, por jo për arsyet që thot qeveria. Reduktimi i kredive me probleme ka ardhur si pasojë e fshirjes së tyre nga bilancet bankare, përmes shitjes apo klasifikimit të humbjeve. Një proces teknik dhe i nevojshëm për të pastruar bilancet, por që nuk ka asnjë lidhje me performancën e politikave qeveritare. Gjatë periudhës janar 2015, qershor 2023, bankat kanë fshirë nga bilancet e tyre rreth 80 miliardë lekë kredi të humbura. Sistemi bankar shqiptar ka marrë mbi vete në mënyrë të pavarur barrën e kostove nga tërmeti, nga pandemia dhe nga përkeqësimi i mjedisit ekonomik, në mungesë të një mbështetje efektive nga politikat fiskale apo investime publike strategjike. Bankat kanë qenë të detyruara të menaxhojnë krizat, duke ruajtur qëndrueshmërinë financiare dhe besueshmërinë për qytetarët. Nëse do të kishte vërtet përmirësim të sistemit, ai do të reflektojë në uljen e kostos së huamarrjes, në shtim të aksesit në kredi për bizneset e vogla, në rritje të inovacionit financiar dhe diversifikim të produkteve bankare. Asnjëra prej këtyre nuk po ndodh. Ndërkohë euro bie, por askush nuk flet për pasojat reale. Rënja e valutës ndaj lekut po përpiqet si sukses monetar, ndërkohë që godet drejt për së drejti eksportuesit, biznese që operojnë në euro dhe mbi të gjitha familjet që mbështeten në remitanca. Këta qytetarë që përbëjnë një shtyllë të rëndësishme të konsumit të brendshëm, po shohin fuqinë blerëse të ardhurave të tyre të tkuret ditë pas dite. Ulja e konsumit nuk është shenjë kursimi, por pasojë e varfërisë. Kur tregtia bie, dyqanet mbyllen dhe kur shiket nuk mbulojnë as qiran, kjo nuk është efikasiteti i tregut. Është sinjal i fortë që tregon se shumica e familjeve shqiptare po mbijetojnë, jo jetojnë. Çmimet janë të larta, të ardhurat të pamjaftueshme dhe ardhmja është më e pasigurt se kur. Emigrimi nuk është statistik, është vot kundër një modeli ekonomik që ka dështuar, ku qytetarët, veçanërisht të rinjt, zgjedhin të largohen nga Shqipëria. Ata nuk e bëjnë këtë për dëshirë personale. Ata e bëjnë sepse nuk shohin më asnjë mundësi reale për të ndërtuar këtu. Kjo është një humbje e madhe për vendin, jo vetëm për fuqinë punëtore, por edhe për kapitalin njerëzor që mund të kontribonte në zhvillim. Në këtë realitet, të thuar se qeveria po korr sukses sepse kreditë e këqija janë më të ulta, është njësoj si të mburresh i shëruar, sepse ke hequr termometrin. Nuk janë treguesit që përcaktojnë suksesin, është realiteti që jetojnë qytetarët. Propaganda nuk mund të zëvendësojë ekonominë reale. Qeveria duhet të ndalë së përdorur arritje teknike të sektorëve të pavarur si flet lavdije për veten. Të gjitha strukturat e shtetit duhet të përqendrohen te krijimi një modeli qëndrueshëm ekonomik, që rrit produktivitetin, mbështet biznesin e ndershëm dhe ju jep qytetarëve arsye për të qëndruar. Është e papranueshme që meritat për performancën e këtij sektori të atribuohen nga kryeministri në mënyrë të pavërtetë dhe të njëanshme. Sistemi bankar nuk është instrument propagandistik dhe as nuk mund të shërbejë si alibi për mungesën e rezultateve të prekshme në ekonomi nga qeveria. Ndaj, i bëj thirrje qytetarëve dhe sipërmarrësve të dalin masivisht për votim më 11 maj dhe të votojnë për programin e Partisë Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore, që ta bëjmë sërish Shqipërinë të jetueshme, duke promovuar ekonominë e qëndrueshme, në mbështetje të qytetarëve, biznesi dhe gjithë shqiptarëve brenda dhe jashtë vendit. Faleminderit.